Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me magazinën informative 21 Live News. Qeveria i ndau 270.000 euro Kuvendit të Kosovës për blerjen e skanerëve special, të cilët do të detektonin futjen e gjësendeve të ndaluara brenda këtij institucioni, përfshirë edhe gazin lotësjellës. Kabineti qeveritar sot miratoi edhe projekt rregullorën për riadesimin, që është kusht për liberalizimin e vizave. Pas problemeve që shkaktoi opozita gjatë seancave plenare me futjen e gazit lotësjellës, qeveria ka ndarë 270.000 euro për legjislativin. Shumë kjo parash që do të shfrytëzohet për blerjen e një skaneri special, i cili detekton gazin lotësjellës. Kuvendi me 10 shkurt 2016 është drejtuar Qeverisë së Republikës së Kosovës me kërkesë për dhënie të mjeteve financiare për këtë qëllim. Bazuar në draftin e sipërpërmendur, si dhe në specifikat e përshkruara, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka saktuar se ka nevojë për skanerin e tipit teknologjia valore milimetrike, pajisje që i përmbush kërkesat e kuvendit. Të autorizojmë Ministrinë e Financave në mënyrë që të bashkëpunojë me kuvendin edhe të shoh se a janë saktësisht 270.000 euro që do të jap qeveria, apo ka edhe kuvendi ndonjë pjesë të mjeteve që kanë qenë destinuara në mënyrë që ne vetëm ta plotësojmë diferencën e mjeteve që nevojiten kuvendit për blerjen e kësaj pajisje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është aprovuar edhe rregulloria për riintegrimin e personave të riadhesuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit. Miratimi i kësaj rregullorie është edhe plotësimi njërit nga kriteret e marrjes së rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave. Me këtë projekt rregullore pra, personat e riadhesuar mund të jenë përfitues të ndihmës dhe mbështetjes në asistencë për vetpunësim, përkatësisht financim, i plan bizneseve, pavarësisht datës së largimit të tyre. Kjo ka qenë një kërkesë eksplicite nga Komisioni Evropian dhe më vjen mirë që më në fund e kemi përmbushur edhe këtë kriter dhe jam i sigurt që tani të gjitha mjetet që ndahen në kuadër të fondit për reintegrim, jam i sigurt që do të shpenzohen në masën maksimale të mundshme. Ekzekutivi miratoi edhe ndryshimin e përdorimit dhe shfrytëzimit të kompleksit banesor në HD dhe HD2 në Obiliq, të ndërtuara nga buxheti i Kosovës. Kompleks ky që destinohet për banim social të dëshmorëve si dhe familjeve të tyre, kategorive të dala nga lufta UÇK-s si dhe viktimat e dhunës seksuale. Lëvizja vetëvendosjes shprehet se opozita e bashkuar është e vendosur për të penguar seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, madje sipas vetëvendosjes edhe më fuqishëm se sa herëve të tjera. S'ka përçarje të bllokut opozitar dhe ajo do të jetë unike në kundërshtimin e qeverisë, u tha në konferencën për media të vetëvendosjes. Opozita edhe nesër do të vazhdojë me avazin e vjetër për të penguar seancat e Kuvendit, madje në partinë më të madhe opozitare vetëvendosje, këmbgulin se arsyeja për të protestuar nesër brenda Kuvendit është edhe më e madhe. Po, ne jemi të vendosur përderisa asgjë nuk ka ndryshuar në situatën politike dhe në mënyrën se si institucionet e Kosovës po funksionojnë, që të vazhdojmë në kundërshtimin e fortë, siç kemi bërë deri më tani, ndaj këtyre marrëveshjeve dhe ndaj kësaj qeverie. Jemi të përballur me një qeveri antikushtetuese, nuk guxojmë të harrojmë këtë fakt. Pra asgjë esencialisht nuk ka ndryshuar, bile zhvillimet e ditëve të fundit kanë treguar që arsyet për të protestuar brenda institucioneve janë edhe më të mëdha se sa deri më tani. Opozita nuk po përçahet dhe do të jetë unike në kauzën e saj kundër qeverisë. Vuri në Paqaushi, kur u pyet se pse nuk po mbështesin idenë e liderit të AK-s Ramush Haradinaj që deputetët opozitar të abraktisin Kuvendin. As pak nuk e shohim si të tillë. Opozita do të jetë nesër në parlament dhe siç thash kundërshtimi do të jetë po aq i vendosur siç ka qenë deri më tani. Nuk ka asnjë arsye që metodat tona dhe vendosmëria e jon si opozitë bashkuar për të kundërshtuar marrëveshjet dhe qeverinë të ndryshojnë. Vetëvendosja nuk e pranon as idenë ambasadorës së Gjermanisë në Kosovë për formimin e një komisioni ndërmjetësues për tejkalim të krizës politike, duke thënë se zgjidhja vetme është dorëheqja e qeverisë dhe asnjë formë tjetër.
Me gjithë se vetëvendosje flet për veprimet e opozitës së bashkuar duke pohuar se do të vazhdojnë me metodat të njëjta, një gjë të tillë nuk e konfirmojnë zyrtarët e AAK-s. AAK ende nuk ka qëndrim për veprimet që do t'i ndërmarrë në seancën e nesërme. Zëdhënësi i AAK-s Muharrem Nitaj ka deklaruar se i mbetet grupit parlamentar të kësaj partie që të vendosë për veprimet e mëtejme. Sipas tij, deputetët e këtij subjekti politik do të marrin veprime në bazë të vlerësimit të situatës. Këshilli drejtuesi i Partisë Demokratike të Kosovës është mbledhur për të diskutuar për lidershipin e ardhshëm të kësaj partie. Do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegun Burim Zariqi, i cili do të zhvillojë një bisedë me nënkryetarin e PDK-s Arsim Bajrami për të na njoftuar lidhur me vendimet e kësaj mbledhje të Këshillit drejtues të PDK-s. Burim, apo më dëgjon? Burim, fjala për ty. Po Leonora mirë mbrëma për ju dhe për gjithë shikuesit. Mirë mbrëma pra për gjithë ju dhe shikuesit tanë të nderuar. Jemi këtu tek konventa, tek Këshilli drejtuesi i Partisë Demokratike, në fakt që sapo ka përfunduar, ku me një unanim votash është zgjedhur zëvendës kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Kadri Veseli, për të na dhënë më shumë informacione në lidhje me këtë ecurit e punës së Këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës. Pra e kemi në lidhje të drejt për drejt në kryetarin e PDK-s, zotëri Arsim Bajrami. Mirë mbrëma. Atër mund të na shpalosni se si rrodhi e gjithë ecuria e zgjedhjes nën kryetarit të PDK-s, faktikisht ushtruesit e detyres tashmë. Mbledhja e sotme e Këshillit drejtues, por edhe gjithë veteranëve dhe themeluesve të Partisë Demokratike, sot fillojmë me falenderimin e veçantë për liderin e kësaj partie, themeluesin e kësaj partie, njeriu që e krijoi identitetin e partisë, zotin Thaçi, i cili tani ka marrë pozitën e presidentit dhe në bazë kushtetutës është larguar nga Partia Demokratike dhe sot edhe një herë u shpreh falënderimi për rolin historik që ka pasur ai në ndërtimin e kësaj partie. Natyrisht që ne në bazë statutit sot zgjodhëm ushtruesin e detyrës së kryetarit të partisë, zotin Kadri Veseli, në bazë të parimit të ligjshmërisë plotë, sepse statuti ynë ka parapani mundësitë e zëvendësimit dhe në bazë të legitimitetit demokratik, duke qenë se zoti Kadri Veseli pas zotit Thaçi është personi më i votuar në Partinë Demokratike. Gjithashtu gjatë punimeve të sotme, sidomos në deklaratën politike, Partia Demokratike shpreh fuqishëm përcaktimin e saj për të vazhduar kontinuitetin e veprimit të vet politik si një parti shtetëndërtuese, si një parti e fuqishme, e cila merr për obligim që të ruaj stabilitetin politik të vendit tonë, të punojë në prioritetet e integrimit euroatlantik dhe të mundsoj që vërtet të krijohet një ambient i demokratik ku përparësi do të ketë zhvillimi ekonomik dhe krijimi një infrastrukturës përgjithshme shtetërore. Tashmë zëvendës kryetari i partisë është zgjedhur Veseli, por sa do të qëndrojë si zëvendës? Kur do të mbahet konventa e PDK-s? Tani më vendos që konventa e jashtëzakonshme të thirret me datën 7 maj. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike ka autoritetin fuqiplot mbas statutit që ta udhëheqë Partinë Demokratike deri në konvent. Konventa do të jetë një mundësi shumë e mirë e krijimit të një legitimiteti të plot të ushtruesit të detyrës, por njëkohësisht edhe të përcaktimit të prioriteteve të Partisë Demokratike, e cila do të vazhdoj me kontinuitetin, do të vazhdoj me filozofinë shtetëndërtuese, do të vazhdoj të ruaj shtetin dhe institucionet dhe do të vazhdoj të promovoj dialogun politik si instrument i vetëm i zgjidhjeve politike. A do të ketë kundër kandidat zotri Veseli apo si do të jetë procesi? Natyrisht që do të krijohet hapësira demokratike që secili të kandidojë. Statuti ynë parasheh mundësinë që secili kandidat të kandidojë në procedurën statutare. Me rëndësi që do të krijojmë një ambient plotësisht transparent, një ambient demokratik, një ambient ku zgjedhja e zotit Veseli do të jetë në pajtim të plot me statutin dhe me procedurat demokratike, dhe përket ne do të ftojmë shoqërinë civile, mediat, por edhe gjitha organizatat që monitorojnë demokracinë e partive politike që të përcjellin këtë proces dhe të jenë partner në këtë proces. Zoti Bajrami, do ta shfrytëzoj rastin në këtë lidhje të drejtë për drejtë që na jepni një vlerësim nesër, do të mbahet seanca kuvendit dhe opozita sërish ka thënë se do ta bllokojë mbajtjen e saj. Si është komenti juaj për këtë? Partia Demokratike edhe sot përmes deklaratës politike i bën thirrje të gjitha partive politike opozitare që të heqin dorë nga cili do manifestimi i cili mund të dëmtojë shtetin e Kosovës, që të pranojnë dialogun politik si instrumenti vetëm i zgjidhjeve politike, që së bashku të marrin përgjegjësitë për agjendat shtetëndërtuese
dhe mendoj se është koha fundit që ne të ndërgjegjësohemi, të kuptojmë se vetëm dialogu është një fryt i demokracisë, është një instrument me cilin ne duhet të demonstrojmë edhe kapacitetin tonë së ndërtues për aftësinë e krijimit të një shoqërie të bazuar në vlerat fundamentale të dialogut, të kompromisit dhe të arritjes së zgjidhjeve paqësore. Zoti Bajrami, ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Atëherë Leonora, theksojmë që edhe zëvendës kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës u ka bërë thirrje të gjitha partive opozitare që nesër të jenë në seancë dhe të marrin pjesë në dialog, siç theksoi Veseli, është vetmja mënyrë dialogu për të dalë nga zgjidhja, nga ngërçi politik që ka kapluar për momentin Kosovën. Leonora? Faleminderit Burim, pra ishte kolegu Burim Zariqi drejt për drejt nga Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili si që u morvesh, votoj në mënyrë unanime që nën kryetari Kadri Veseli fakt të jetë ushtrues detyre i kryetarit të kësaj partije deri në konventën e jashtëzakonshme të PDK-s, e cila do të mbahet më 7 maj. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje kanë gjuajtur me vezë ministrin e punës dhe mirëqenies sociale, njëherësh zëdhënës i qeverisë Arban Abrashin. Ngjarja ka ndodhur para objektit të qeverisë Kosovës. Siç thuhet në një komunikat të vetëvendosjes, Abrashi, sikurse edhe kabineti qeveritar, është përgjegjës për situatën në për të cilën po kalon Kosova, duke theksuar se nuk do ta lënë rahat apo nuk do t'i lënë rahat askën nga eksponentët e këtij pushteti derisa të anulohen marrëveshjet dhe derisa të shpallen zgjedhjet e reja. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dënuar sulmin me vezë ndaj ministrit të punës dhe mirëqenies sociale, njëherësh antar i kryesisë LDK-s Arban Abrashi. LDK konsideron se ky akt dhune i ideuar nga drejtuesi i televizjes vetëvendosje është sulm ndaj rezultateve të jashtëzakonshme pozitive që kjo ministri dhe qeveria e Kosovës po arrin në përmirësimin e jetës dhe mirëqenies sociale e ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku kritikoi politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se si të tilla paraqesin problem për rritjen e ndikimit të Rusisë dhe elementeve të ISIS-it në këtë pjesë. Sipas Çollakut, në rastin e Kosovës, BE-ja po bie pre e politikave të 5 shteteve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku shprehu pakënaqësi për praktikat e fundit të BE-s për zgjerimin, tha se Bashkimi Evropian edhe më herët është përballur me kriza, por ka vazhduar zgjerimin. Rasti i Kosovës është një shumë specifik dhe fatkeqësisht specifik në aspektin negativ, sepse Bashkimi Evropian, përkundër faktit që ka 23 shtete anëtare që kanë njohur vendin tonë, përsëri politikën e vetë ndaj Kosovës nuk ka arritur ta adaptojë në përputhje me këto 23 shtete deri më tani në tërësi. Dhe shpeshherë bëhet preje politikës së 5 shteteve anëtare që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe kjo normalisht që i ngadalson proceset dhe i vështirëson në mënyrë shumë të madhe se sa që ka ndodhur në raste të tjera deri më tani. Korina Stratulat nga Qendra Evropiane për Politika bëri të ditur se procesi i zgjerimit në BE ka ndryshuar dhe se ky proces është bërë më i ndërlikuar. Sa i përket Bundestagut Gjerman, mund të bëhet një referendum për procesin e zgjerimit, duke u bazuar në konsideratat që janë të inspiruara nga kontekstet vendore, si çështja e pakicave e të tjera. Konkludimet kryesore për tërë këto janë synimet që zgjerimi ka ndryshuar dhe është një proces i paparashikueshëm. Ky është një realitet në të cilin duhet të përshtatemi. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ndërkaq tha se kriza e refugjatëve dhe kriza financiare ndikojnë negativisht në procesin drejt integrimit të Kosovës në BE. Presidenti i Komisionit Juncker e ka bërë të qartë që gjatë mandatit të tij 5 vjeçar nuk do të ketë asnjë hap tutje në relacion me pranimin e vendeve të reja në Bashkimin Evropian. Kriza e refugjatëve, kriza financiare, problemet e rritjes së euroskepticizmit në shumë vende të Bashkimit Evropian dhe pozicioni relativisht alergjik i qeverisë së David Cameron në Britaninë të Madhe janë indikatorë që e kanë sjellur në rënd të parë rolin e vendeve anëtare sa i takon vendimeve të mëdha që lidhen me politikën e zgjerimit.
Kjo tryezë në të cilën u diskutua për qëndrimin e vendeve anëtare të BE-s ndaj zgjerimit me vendet e Ballkanit u organizua nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe European Policy Center. Kthehemi në studio me një informacion nga Desku Informativ. Sa para shpenzon Serbia në Kosovë, në ç'mnyrë shpenzohen ato para? Hollësi sjell kolegu Njazi Ajupi. Njazi, ç'tregoi hulumtimi gazetaresk që u publikua sot? Po, Serbia vazhdon që nga buxheti i saj shtetëror të jap para të majme në Kosovë. Në 4 vitet e fundit, nga 12 ministri të qeverisë së Serbisë dhe nga e ashtu quajtura zyra për Kosovën, si shtuhet në projektet ndryshme, si dhe për paga për serbet në Kosovë, janë paguar rreth 145 milion euro. Këto të dhëna i nxori në Pa Insider, i njohur si emision hulumtues, që me vite transmetohej në radio-televizionin B92, dërsa prej dje nisi punën online. Insider tash 4 vjet po hulumton se sa para dhe në ç'mnyrë i shpenzon ato Serbia në Kosovë. Hulumtimi tregoi se edhe tani nuk ekziston kontroll preciz i paras që financohet në Kosovë. Rikujtojmë se në raportimin hulumtues të emisionit Insider më 2012 u pat vënë në dukje se pa kontroll adekuat nga buxheti i Serbisë në emër të ndihmës për serbët në Kosovë jepeshin mesatarisht madje 650.000 euro në ditë. Insider tani kërkoi sërish të dhënat zyrtare nga Ministritë e Qeverisë së Serbisë dhe zyra për Kosovën për periudhën nga viti 2012 e deri më sot. Nga hulumtimi i publikuar sot, rezultoi se shpenzimet e Serbisë në Kosovë pak a shumë janë të njëjta nga viti në vit. Insider veçoi se Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë kumtoi se policia nuk ka të dhëna për paratë që jepen në Kosovë. Mirëpo, sipas shkresës zyrtare të vitit 2014 të po kësaj ministrie, siguruara nga Insider, vetëm në vitet 2012 dhe 2013 u financua në Kosovë 22.800.000 euro. Insider shkruan se nuk është e qartë se si kjo ministri sot përgjigjet zyrtarisht se nuk ka të dhëna. Insider edhe në punën online drejtohet po nga gazetaria e njohur Brankica Stanković, fituese e një vargu çmimesh gazetareske për raportim të guximshëm gazetaresk, e cila tash 6 vjet ruhet 24 orë nga policia për shkak se është vlerësuar se ka jetën të rrezikuar, edhe pse kjo gazetare kishte kundërshtuar energjikisht që të ruhej nga policia. Njazi, faleminderit për këtë informacion mjaft interesant rreth shpenzimeve të Serbisë për Kosovën që i solle përmes rubrikës Desk News. Faleminderit. Forca e Sigurisë së Kosovës ka nisur përgatitjet për shëndrim në forcët armatosur të Kosovës dhe krejt çfarë po pritet tash është vendimi politik për këtë çështje. Kështu tha generali i FSK-s Raman Rama gjatë raportimit para Komisionit për Siguri në Kuvendin e Kosovës. Gjatë raportimit për punën e FSK-s në vitin 2015, komandanti i FSK-s Raman Rama tha se shndërrimi i FSK-s në forcët armatosur të Kosovës ka qenë një ndër objektivat kryesore të kësaj force. Ne si forca e sigurisë, domethënë, i kemi marrë masat ose kanë dalë detyrat që forca sigurisë ose forcat armatosura antarme do t'i kenë. Ne kemi filluar domethënë planifikimin se si ne mendojmë dhe si ne e vlerësojmë që ne kurdo që vendimi politik na këtu kurdo që të merret. Rama përmendi edhe prioritetet pasi të merret vendimi politik për forcën armatosur të Kosovës, e që sipas tij është rritja e numrit të pjesëtarëve të forcës, reformat në ministri dhe formimi i komandës së doktrinës. Një prej objektive ka qenë bashkëpunimi me vendet e regionit dhe implementimi dhe rekomandimet e rishikimit sektorit sigurisë, por edhe objektivi i 6 funksionimi i njësisë regionale të kërkim shpëtimit dhe qendra e ekselencës. Është më rëndësi të theksohet se prej këtyre 6 objektivave, 4 janë realizuar plotësisht, 2 janë në proces. Komandanti të FSK-s General Rahman Ramës, antarët e komisionit i shtruan pyetje edhe për çështje të tjera në FSK. Qarkullojnë disa informata, nuk e di sa janë të besueshme, unë nuk kam dhënat e sakta, se gjatë përzgjedhjes, se regrutëve të rinj dominojnë apo pranohen qytetarët nga regionet e caktuara.
kurse nga disa regjione, sado që ato janë të banuara e tjera, nuk e di çfarë janë arsye, a ka qenë mungesë e interesimit, apo janë shkaqe tjera. Sa i përket udhëheqësve si ushtrues detyre, Rama tha se janë duke u bërë reforma. Ai njëherësh mohoi se të rinjt në FSK pranohen në bazë të përkatësisë rajonale, duke shtuar se të rinjt në këtë forcë janë pranuar varësisht nga numri i aplikuesve. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani është deklaruar sot i pafajshëm për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për çka e akuzon prokuroria. Hasani për këtë vepër penale akuzohet në kohën sa e drejtonte Universitetin e Prishtinës për një kontratë që kishte të bënte me përkthimin e disa librave nga gjuha angleze. Austria dhe Zvicra konsiderohen ndër mbështetësit kryesor të Kosovës në rrugën e shtetëndërtimit dhe të zhvillimit ekonomik. Kështu tha presidenti Atifete Jahjaga në hapje të forumit të biznesit privat organizuar nga programi COSME. Programi i Kosovës për promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ishte tema boshtë e forumit organizuar me qëllim të adresimit të sfidave të cilat ndodhen para bizneseve private në Kosovë. Në hapje të forumit, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga përshëndeti mbështetjen e vazhdueshme nga Zvicra dhe Austria për të gjitha proceset zhvillimore të Kosovës, përfshirë edhe programin COSME. Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Zvicrane për Bashkëpunim Zhvillimor, siç e dëshmon edhe ky program, janë ndërkontribuesit kryesor të ndihmës zhvillimore në Kosovë. Këto dy shtete janë dhe shtëpia e dytë e qindra mira qytetarëve të Kosovës, të cilët me kapacitetet e tyre profesionale e financiare janë bërë shtyllë e fuqishme e prosperitetit të vendit tonë të Kosovës. Programi COSME është vënë në jetë pikërisht nga pjesëtarë të diasporës, të cilët kanë ndërtuar sinergjitë më të mira me qeveritë e Austrisë e të Zvicrës për të çuar përpara zhvillimin e sektorit privat. Ndërkaq, ambasadorja e Zvicrës në Kosovë, Kristina Martilang, duke folur për bashkëpunimin e gjithanshëm dhe mbështetjen e Zvicrës për Kosovën, prezantoi disa nga faktet konkrete të kësaj përkrahjeje. Zvicra dhe Kosova kanë bashkëpunim të mirë ekonomik. Në vitin 2014, Zvicra ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 22 milion franga, ndërkaq ka importuar 8 milion franga mallra. Nga ana tjetër, prej vitit 2007 e deri në vitin 2015, investimet zvicrane në Kosovë kapin shumën prej 330 milion euro. Antari i Komisionit të Nismës Ekonomike për Kosovën ECIX, Erhard Busek, duke vlerësuar zhvillimet e gjertanishme bashkë me të gjitha sfidat përcjellëse, u ndal edhe në disa rekomandime për institucionet dhe popullin e Kosovës. Ajo çka duhet të bëni, e kjo është puna e qeverisë, është që duhet të krijoni një kornizë ligjore dhe një fleksibilitet për investitorët e jashtëm. E nga ana tjetër, shumë më tepër duhet të merreni me arsimin dhe me arsimin. Në kohrat në të cilat jetojmë dhe proceset e globalizimit, mendoj se ju duhet t'i dedikoheni arsimit. Ministri e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami në panelin organizuar me këtë rast përmendi sfidat e zhvillimit ekonomik të vendit dhe masat që ndërmerren nga institucionet për tejkalimin e tyre. Jemi dëshmitar të asaj se kërkesat e tregut të bashkësisë evropiane janë shumë të mëdha, kanë kritere për produkte kualitative dhe shërbime kualitative të cilat ne bashkarisht duhet i përmbushim. Kështu që ne jemi në diskutim me zyrën e BE-s për një projekt të madh për certifikim të produkteve për standardet e cilësisë. Programi COSME implementohet nga Nisma Ekonomike për Kosovën dhe mbështetur financiarisht nga Austria dhe Zvicra, ndërkaq objektivi afatgjatë i këtij projekti është të kontribuojë në promovimin e zhvillimit të sektorit privat në Kosovë.
Mbrëm rreth orës 23 është gjetur trupi i pajet i 3 vjeçarit Anton Ekrem Morina, i cili humbi jetën pas rënjes në lumin Klina në Skenderaj. Antoni, siç njoftoi babai i tij, është gjetur disa metra poshtë lumit ku ka rënë nga ekipi i zhytësve Trepça nga Mitrovica dhe policia e Kosovës. Policia e Kosovës ndërkaq bëri të ditur se pas përfundimit të procedurave në vendin e ngjarjes me vendim të prokurorit publik, trupi i pajeti viktimës që është dorëzuar familjarëve të tij, ndërsa rasti është iniciuar dhe hetuar si vdekje aksidentale. Midis Prishtinës, në pikun e trafikut dhe të frekuentimit të qytetarëve, një kompani pa i përmbushur kushtet e sigurisë kryen punimet në ish ndërtesën e Bankës së Kosovës. Kjo video e xhiruar nga një qytetar tregon për rrezikun e madh që paraqesin këto punime. Prandaj, edhe shtrohet pyetja: është më i rrezikuar punëtori që kryen punimet në këto kushte të pasigurisë, këmbësorët që kalojnë andaj pari apo makinat që rreshtojnë para semaforit? Dilema nuk ka, të rrezikuar janë të gjithë. Vazhdojmë me tjera informacione. Qeveria e Kosovës po vlerësohet si jo transparente në procedurat e prokurimit publik. Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shoqëria civile nuk ka qasje në kontrata të mëdha tenderuese. Në Institutin Demokratik të Kosovës vlerësojnë se qeveria e Kosovës është e mbyllur sa i përket procedurave të prokurimit publik. Duke prezantuar një ulumtim të KDI-s, Visar Sutaj tha se shoqëria civile nuk ka qasje në kontratat të mëdha tenderuese. Ne vazhdojmë të kemi një qeveri e cila nuk është e hapur, sidomos kur flasim për aktivitetet e saj të prokurimit të mallrave dhe të shërbimeve. Këta indikatorë përfshin transparencën buxhetore, punën e KRPP-s. Përfaqësuesi i ndep Burime Jupi tha se shoqëria civile duhet ta di se si shpenzohen parat publike dhe për këtë duhet të ketë transparencë të plotë. Na si shoqëri civile po kena çfarë veç atë fare më shpenzue në mënyrë më të mirë, edhe nëse shpenzohen në mënyrë më të mirë kur kursehen ato fare, publiku në mënyrë indirekte përfiton, se shkon edhe në investim kapital me mjetet që kanë merr për një tender. Artan Canhasi nga KDI vuri në pasje sa i përket njoftimeve për dhënje të kontratës, nga 659 njoftime të tenderëve të publikuar në web faqen e Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, vetëm 169 prej tyre janë publikuar në web faqet të institucioneve. Ky është një indikator cilin e kemi dërguar një pyetësor institucioneve, 20 institucioneve qeveritare, për 19 ministri plus zyrën e kryeministrit, ku kemi kërkuar sa kërkesa kanë pas, sa kërkesa i kanë refuzuar, cilat kërkesa i kanë bëjnë me prokurimin publik. 20 institucione që i kemi dërguar, vetëm 3 nuk kanë kthyer përgjigje. Sipas KDI-s, ministrit me transparencë më të ulët janë Ministria e Planifikimit Hapësinor, Ministria e Jashtme dhe Ministria për Kthim, kurse ministrit më transparente janë ajo e drejtësisë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Komisioni Parlamentar për Shëndetësi fton Ministrinë e Shëndetësisë Imet Ramanin që të raportojë rreth marrëveshjes me Austrinë lidhur me kredin për financimin e projektit të modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive në QKUK. Antarët e komisionit vlerësuan se Ministri Ramani duhet të japë më shumë detaje rreth kësaj marrëveshje. Antarët e Komisionit për Shëndetësi thanë se nuk janë informuar sa duhet për marrëveshjen arritur me Austrinë. Marrëveshja e cila ka të bëjë me kredin për financimin e projektit të modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive në QKUK nuk ishte miratuar në seancën e 24 shkurtit nga Kuvendi i Kosovës. Kryetarja e Komisionit Flora Brovina tha se Ministria e Shëndetësisë duhet të informojë për specifikat e kësaj marrëveshje. Unë propozoj që se ju pajtoheni të gjithë që Kryesia e Komisionit të kontaktoj me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të kuptoj mirëfilli ku është problemi. Që mandej si komision të paraqesim Kuvendit, a duhet edhe njerë të vije marrëveshja, apo vërtet ka probleme thelbore kjo marrëveshje.
ndërsa antari i komisionit Hatim Baxhaku tha se me mosmiratimin e kësaj marrëveshje dëmtohet shërbimi i kardiologjisë. Për 3-4 vota që ka kaluar, kanë menduar që është një investim i dyfisht, megjithëse sa kam unë informata, ai ka qenë një investim shumë i mirë, shumë i qelluar dhe i nevojshëm. Nuk dia mund të procedohet për së dyti, por është mendoj që kemi humbur shumë, edhe shërbimi i kardiologjisë ka humbur shumë. Mirë po, edhe përkundër këtyre diskutimeve, antarët e komisionit u pajtuan që javën e ardhshme ministri i Shëndetësisë të raportojë para komisionit për këtë marrëveshje. Në këtë mbledhje po ashtu u vendos që nga ministri i Shëndetësisë të kërkohet llogari edhe për marrëveshjen e nënshkruar dje me presidentin e vendit, e cila ka të bëjë me mbrojtjen shëndetësore të grave të dënuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryesuesja e komisionit Flora Brovina tha se ministri Imet Rahmanit duhet të raportojë për planin konkret se si do të shpenzohen mjetet. Me çështjen e grave dhe burrave të përdhunuar, momentalisht merren shoqatat. Konkretisht ato i kanë dosjet e këtyre grave dhe si do të rrjedh kjo çështje, si do të harxhon këto grave. Është dileme dhe edhe për mua, domethënë mund të ketë mundësi edhe manipulimi. Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale pranoi edhe propozimin e Institutit Demokratik të Kosovës për hulumtimin e numrit të saktë dhe gjendjes aktuale të personave me aftësi të kufizuara. Blerona Zeqiri sjell zhvillimet në kulturë. Blerona, tani më është caktuar data e festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest dhe filmat që do të garojë. Po, Nora, Prifilfesti tashmë e ka vitin e 8 të organizimit dhe ky festival do të nisë më datën 22 duke vazhduar deri më 29 prill. Siç kanë informuar organizatorët, Prifest si vjet sjell filma nga rajoni, Evropa dhe bota. Në të njëjtën kohë, Prifest informon se është hapur thirrja për Best Pitch dhe ftohen regjisorët që janë duke realizuar filmin e tyre të parë apo të dytë të metrazhit të gjatë që të aplikojnë në webfaqen prifest.org. Të përzgjedhurit në Best Pitch prezantohen për të fituar çmimin e Vanessa Redgrave apo për pjesëmarrje në evente të rëndësishme për zhvillim. Edhe festivali i filmit animuar Anibar ka hapur një thirrje. Kësaj radhe është fjala për garën për filmin e shkurtër Junior Oscar. Anibar fton nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme që të marrin pjesë në këtë edicion për të punuar në ekipe për realizimin e filmave me tematik mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e kafshëve dhe ngrohjen globale. Në kuadër të Junior Oscar, në kuadër të Anibar jep shpërblime për filmat më të mirë, 10 minutësh në 5 kategori. Data e fundit për aplikim është 30 prilli. Ndërkaq të interesuarit, informacione më të detajuara mund t'i marrin në webfaqen anibar.org. Dhe këtu kemi ardhur në fund të magazinës informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.